Të nderuar nxënës, unë jam Zulkifli Salihi, mësimdhënës i lëndës së matematikës në shkollën fillare Istiqbal në Tëgëror. Sot do të vazhdojmë me mësimin nga distanca, ku do të zgjerojmë njohuri për zmadhimin proporcional. Pra, njësia mësimore të cilën sot do të mundohemi ta sqarojmë përmes këtij video prezantimi është zmadhimi proporcional. Në fillim të njihemi me qëllimin e orës mësimore. Qëllimi i kësaj ore mësimore është që ju të njiheni me figurat e ngjashme gjeometrike, të caktoni koeficientin e ngjashmërisë apo zmadhimin proporcional dhe të vizatoni zmadhimin proporcional të një 2D forme apo figure gjeometrike. Së pari të shohim kur dy figura janë të ngjashme. Dy figurat të çfarëdoshme janë të ngjashme nëse kanë formë të njëjtë, por madhësi të ndryshme. Shohim dy trakëndësha në figurë. Trakëndëshin A, B, C, si dhe trakëndëshin A1, B1, C1. Nga vetë pamja e këtyre dy trakëndësha, vërejmë që formën këta dy trakëndësha e kanë të njëjtë, por dallohen për nga madhësia. Do të themi trakëndëshat në këtë figurë janë të ngjashme. Tash shtrohet pyetja: si janë këndet gjergjëse të këtyre trakëndëshave? Dhe në dytë, si janë brynjet gjergjëse të tyre? Nga vetë figura, vërejmë që në një, këndet gjergjëse të këtyre dy trakëndëshave janë të barabartë. Do thotë, këndit e kulmi A dhe këndit e kulmi A1 janë të barabartë, këndit e kulmi B me këndit e kulmi B1 po ashtu të barabartë dhe në fund këndit C me këndit e kulmi C1 janë po ashtu të barabartë. Ndërkaq, në dy, brynjet përkatëse të këtyre dy trakëndëshave janë proporcionale. Të shohim tash në lidhje me koeficientin e ngjashmërisë. Transformimi i cili e ndryshon madhësinë e 2D formës nga origjinali quhet zmadhim proporcional. Pra, këtu i kemi dy figura gjeometrike ku kemi një zmadhim proporcional. Edhe këtu vërejmë se këto dy figura, më konkretisht, figura e parë A, B, C, D, E, F, e cila merret si origjinali, dhe pasqyra përkatëse e kësaj figure P, Q, R, S, T, U kanë formën e njëjtë, por madhësi të ndryshme. Po të bëjmë krahasimin e transformimeve gjeometrike që kemi përmend më herët dhe zmadhimin proporcional apo ngjashmërinë e dy figurave, vetë do të vërejmë se ka dallim nga këto kuptime. Te transformimet gjeometrike kemi thënë se gjatë zhvendosjes së figurës origjinale te pasqyra, figurat e ruajnë formën dhe madhësinë e njëjtë. Ndërkaq, në këtë rast, vërejmë këtu që origjinali dhe pasqyra formën e kanë të njëjtë, por dallohen për nga madhësitë e tyre. Këto janë 2D forma të ngjashme me koeficientin e ngjashmërisë k baras me 3. Pra, kjo figurë e pasqyra e saj janë 2D forma të ngjashme me koeficientin e ngjashmërisë k baras me 3, që do thotë se pasqyra në këtë rast është 3 herë më e madhe se origjinali. Në këtë vizatim vërejmë origjinalin dhe pasqyrën të njëjtë nga slajdi paraprak. Të shohim tash se si do ta fitojmë qendrën e zmadhimit proporcional. Po t'i lidhim kulmet e pasqyrës me kulmet e originalit, do të fitohet pika O
të cilën do ta quajmë qendra e zmadhimit. Do thotë pika P apo në përgjithësi kulmet e pasqyrës P, Q, R, S, T, U lidhen me kulmet e originalit A, B, C, D, E, F përkatësisht. Do të fitojmë në këtë rast pikën O si pikëprerje të këtyre drejzave. Secila pikë e pasqyrës është 3 herë larg nga qendra e zmadhimit O. Të shohim tash si do të bëjmë vizatimin e zmadhimit proporcional. Më konkretisht, të zmadhojmë katërkëndëshin A, B, C, D me koeficientin në ngjashmërisë K baras me 2 nga qendra O. Së pari tërheqim gjysmëdrejtën XA. Pra, gjysmëdrejtën XA. Më pas, duke shfrytzuar kompasin, do të matim gjatësinë XA dhe e bartim 2 herë në gjysmëdrejtën dhe fitojmë pikën A1. Shtohet pyetja, pse pikërisht gjatësinë XA e bartim 2 herë të gjysmëdrejtësa në fjalë? Sepse koeficientin e ngjashmërisë në këtë rast kemi 2, prandaj do ta bartim 2 herë. Këtë rast do të fitojmë XA1, pra XA1 është e barabartë me 2 herë segmentin XA, pra 2 herë segmentin A1, A1 2 herë. Në mënyrë të ngjashme do të veprojmë edhe me kulmet tjerë, XB, XC dhe XD. Do të fitojmë pikat P1, C1, D1 duke bartur segmentet përkatëse nga 2 herë. Do me thënë, XB1 është baras me 2 herë XB, XC1 është baras me 2 herë XC dhe XD njëshi është barabartë me 2 herë XD. Këtë rast do të fitojmë figurën e cila është zmadhuar në mënyrë proporcionale. Ja si duket figura A1, B1, C1, D1, të cilën do ta quajmë zmadhim i katërkëndshit A, B, C, D me koeficientin e ngjashmërisë 2 dhe qendrën e zmadhimit X. Ky është pra ky prezantim se i përket zmadhimit proporcional. Nga ky prezantim besoj që ju mësuat për zmadhimin proporcional, ku në veçanti munduam të sqarojmë figurat të ngjashme, qendrën e zmadhimit apo koeficientin e ngjashmërisë dhe vizatimin e zmadhimit. Ju falenderoj për vëmendjen. Në fund, detyrë për ushtrime do të keni në librin shkollor në faqe 273, do të mundoni të bëni zgjidhjen e detyrës numër 2. Falenderit.